pra mbajtjen e lidhjeve ndërmjet tyre, dhe që sigurisht nga gjithë kjo histori, nga gjithë kjo punë e madhe që bëjnë këta, se për ta shumë punë e madhe, ata mbatin në vetvete dhe shumë informacion për vende, ngjarje, ngarkesa, linja, të cilat ata i din shumë mirë, dhe kundrejt kësaj ngarkese që kanë këta njerëz në disponimin e informacionit kriminal, atëre edhe kujdesi i personave që u kryet shërbimi nga ana e këtyre duhet të jetë maksimal. Deri në momentin që ata nuk kanë kumbulla apo dardha mbrapa krahut të kryeministrit. Deri këtu kemi shkuar, deri te burgu, të shikojmë se ç'do të ndodhë më vonë në këtë krizë të madhe politike të kësaj maxorance, e cila mbas zgjedhjeve dhe në proces të rinumërimi vazhdon avioni nga Dubai e nga gjitha vendet duke sjellë persona të lidhur me këta, me një pushtet të korruptuar, por çuditërisht dy fish i votuar. Po kur kemi parasysh, përpiqemi të kuptojmë dhe mi bazën atij informacioni që është servirur, le të themi, për mediat, pra ka ardhur përmes burimeve thënë ndryshe, se servirur në këtë rast merr konotacion negativ dhe do duhet të kuptojmë dhe sqarojmë nëse ka qenë vërtet kështu apo jo. Do duhet kemi prova para se ta themi këtë. Me kaq sa dim, një vendim që kërkoje për kontrollin në disa biznese të Ergysagasit. Nuk dihet statusi i tij ligjor, pra ose statusi i tij nëse ka një vendim, nuk e di, në cilësinë e çfarë, në cilësinë e kujt, në cilësinë e çfarë mund kuptojmë. Shiko, të tregoj diçka. Kjo në mos identike është shumë e ngjashme me rastin e Erion Veliaj. Që u kryen kontrolle banesash, nëse ai di ku ishte në bashki, po bën kontrolle banesash, doli Anesti Angoni, u përfshie shoqja, bashkëpunëtori i tij, vllai filloi në fillim të përmendej, po u shmang, u bën kontrolle banesash, dhe pra gjetja e një çështje anësore thua ti? Se dua të kuptoj këtë. Gjetja e një çështjeje anësore, pra gjetja e provave që nuk e lidhin drejt për drejt Veliajn për shembull me inceneratorët dhe Agasin me krimin zgjedhor dhe me bandat, por me diçka tjetër? Ja do shikosh. Historia është kjo. Këta asnjëherë nuk e fillojnë me çështjen për të cilën emri i tyre del në pasarelën e Oscarëve të krimit. A kupton? Këta kapin një element të viteve përpara. Për shembull, kemi një rast që thot është thot për marrim rastin e Benet Becit. E kupton që biseda është bërë për tjetër punë dhe atij atribuohet një tender i keshit dikur, ndërkohë që është në Bashkinë e Shkodrës është harruar keshi. Pra gjithmonë këta merren me një çështje e cila edhe mund të sfumohet rrugës. Ashtu siç merren me çështjen e senatorëve që Erion Velis i kanë përmendur edhe të brendshme të shoqjes, dakor, i mori si kanë dhënë gjë pa e përmend, jo 5 dënë që ata kanë përgjegjësitë e tyre, por kur vjen puna te inceneratori i Tiranës, aty Spaku nuk guxon. Pse nuk guxon Spaku? Spaku nuk guxon sepse aty është Edi Rama. Pra, në të gjitha çështjet ku është prezent Edi Rama, prokuroria nuk i bie nga qendra, po i bie nga Unaza. E kupton? Po. Për të mos hyrë asnjëherë në temë. Po. Por edhe një herë po ju them, kontrollet e banesave pa u marrë personin në përgjegjësi. Kjo është një metodë, nuk do të vi metodikën e tyre të hetimit, por në fakt këto veprime kryen njëkohësisht. Si marrje masës së sigurimit nëse ka një masë, ashtu edhe kontrolli banesës, sepse janë veprime të befasishme. Pra, qoftë dhe 2 orë. Pra ta kuptoj pak, do duhet patjetër një masë sigurie që paralelisht të kryet edhe kontrolli.